Me cilat ushqime nuk rekomandohet me u kombinu turshijat? Vazhdo t'i punat në rëzonë pyetjet spinali. Ti punen me scenarion e pyetje. Realisht nuk ka ushqim që mundet, përveç ushqimet që kanë sasi të lartë të aciditetit, normal që nuk rekomandohet për shkak që mos me rrit ose ushqimet shumë të kripura. Për ndryshe, në vend sallatës që nuk e kemi gjatë dimrit, preferohet më manë turshit. A kanë kalori? Kanë, po kanë sasi shumë të vogël të kalorive. Normal gjatë fermentimit, kuptojmë sallatat kanë kalori më të vogël në krahasim me ushqimet e tjera dhe njëjtë janë edhe perimet që konservohen. Po në krahasim për shembull me sallatën e freskët, turshit ndikojnë me rrit vlerat momentin që me gradualisht i rrisim vlerat momentin që fermentohen.